Mitrovic, mirëmbrëma Mitrovic. Faleminderit shumë gjithëve që sonde në mbledh këtu. Për të dhënë mbështetje Partisë Demokratike të Kosovës, Për të dhënë mbështetje Arjan Tahirit e Bedri Homzës dhe numrit në shenën ADN. Fuqia e Partisë Demokratike të Kosovës është në zamrat e njerëzve të mirë të Mitrovicës. Faleminderit shumë gjithëve për një fushat jashtëzakonshme, për një fushat madhështore, për një fushat qytetrume me cilën duke i dhënë mbështetje Arjanit, ju i tregut krejt Kosovës se Mitrovica edhe don ma mirë, edhe mund ma mirë, edhe ban ma mirë. Unë jam sonde pas përfundimit të një ditë të gjatë zgjedhjeve pikërisht unë Mitrovic. Kam zgjedhë që t'i adresohem juve dhe qytetarëve të Kosovës pikërisht nga kjo palestër për t'i falenderuar ata gjithandej për besimin dhe për mbështetjen e madhe që na ka dhënë si parti, duke na bërë partinë fituese të zgjedhjeve lokale. Kemi fitu numrin më të madh të komunave pa balotazh. Kemi fitu numrin më të madh të votave për parti. Kemi fitu për të vazhduar në numrin më të madh të komunave në balotazh dhe ju na keni bërë partinë fituese. Faleminderit nga zemra. E tash dëshiroj t'ju them disa fjalë për garën Mitrovic. I madh e i vogël, pej kryeministrit në detyrë, e deri te i fundit në atë qeveri që ende s'pëlqen zyret ku se kanë venin më, kanë ardhur Mitrovic duke dash me marrë votërën e Mitrovicalive. Po ju keni tregu që vota e Mitrovicalive nuk merret me mashtrim, nuk merret me arrogancë, nuk blehet e as nuk shitet. Sepse është vot e njerëzve të ndershëm, është vot që i ka besu punës, që i ka besu dignitetit dhe që i ka besu rezultateve konkrete të mandatit 4 vjeçar Bedri Homzës dhe Arjan Tahirit. Dhe për këtë arsye, duke ju falenderu nga zemra për garën jashtëzakonisht mirë, për fushatën jashtëzakonisht mirë, për 2
ditën e sotme që e keni dhonë shambull se si bëhet. Unë juftoj që me besim plot të jemi bashkë deri në numrimin e votës së fundit, e cila jam i bindur se e nxjerr kryetar të ardhshëm Mitrovicës, Arjan Tahiri. Ju falenderoj nga zemra për këtë energji, për këtë atmosferë, duke juftu përmes jush krejt votuesit, mbështetësit, anëtar dhe simpatizant, po dhe qytetarë të Kosovës që t'jenë me ne edhe në garën për rundin e dytë, aty ku do t'a kemi këtë garë, dhe në këto momente kam kënaqësinë e madhe me thirr para jush një njeri, një miktimin, një udhëhec që i ka tregu krejt Kosovës, kudo që ka qenë se si udhëhiqet për të mirën e qytetarëve, shembullin më të mirë që ka dhënë dëshmit më të mira për rezultate konkrete për një vizion qartë, kryetarin aktual tashmë duke alshu vendin Arjanit, e unë besoj shumë njeriun që e kërkon Kosova, mikun tim dhe tuajnë Petri Hamza. Mirëmbrëma qytetarët e dashur të Mitrovicës. Jam këtu për m'ju falenderue për një fushat të qetë, dinitoze, jam këtu për m'ju falenderue gjithë qytetarët e Mitrovicës, pa dallim partije, që në mënyrë dinitoze, të qytetruar, ashtu që është dinë Mitrovicalit, kanë dalë dhe kanë shfrytzu të drejten e tyre për të votuar. Dhe tani e kemi një rezultat që duhet të presim deri në votën e fundit. Aktualisht, kandidati Partisë Demokratike të Kosovës, Zoti Tahiri, është duke udhëhequr. Mirë po, janë ende votat e diasporës, votat me kusht të cilat do të përcaktojnë rezultatin final të garës. Dëshiroj të falenderoj për një garë madhështore, shumë të diniteshme, profesionale, me integritet, me disiplinë, me edukat, Arjan Tahirin që unë jam i bindur që do t'jetë në të ardhmen e afert kryetar i Mitrovicës. Në bazë të informatave, dhenave që i kam, edhe pse janë ende preliminare, nuk janë përfundimtare, sepse dua ta bëj të qartë. Përfundimtare janë dhonat e cilat i publikon KQZ-ja. Edhe Partia Demokratike, si parti, në këto zgjedhje kam rri një rezultat të jashtëzakonshëm. Dëshiroj t'i falenderoj gjithë kandidatët dhe kandidat për asamblesë dhe t'ju uroj gjithëve fitoren. Dhe tash, normalisht, që eftoj atë ma meritorin për këto rezultate që është Arjan Tahiri. Faleminderit shumë. Falenderit shumë gjithëve, shumë falenderit, falenderit shumë. Mitrovic, në zemër të kam, e i një je, i yti jam. Falenderit shumë. Është krenari dhe knatësi shumë e madhe që sonte jemi këtu bashkarisht me qëllimin e vetëm për qytetin. Nuk është kjo fitore Arjan Tahirit, është fitore e Mitrovicës dhe qytetarët Mitrovicës. Unë jam këtu të bashkoj gjithë qytetarët e Mitrovicës, sepse për mua, se cili qytetari i Mitrovicës, dhe Mitrovica është më e rëndësishme se gjithë shka tjetër. Janë duke u numëruar edhe votat e fundit. Jemi në prag dhe shumë ofër që sonte të kapitalizohet fitoria e madhe e qytetit Mitrovicës. Pavarësisht soj,
edhe nëse shkojmë në rundin tjetër, ne do të vazhdojmë të jemi bashkë në secilën shtëpi, në secilën logje për qytetin me qytetor, deri në fitorin e madh në qytetin e Mitrovicës. Ne nuk jemi vetëm, sepse ne jemi bashkë. Mitrovica është bashkë, qytetarët e Mitrovicës janë bashkë dhe vetëm qytetarët e Mitrovicës vendosin për fatin e tyre dhe për qeverisin e tyre tashëm. Nuk ka forcë, nuk ka individ, nuk ka profile që mundën me vendosë për fatin tonë. Për fatin tonë do të vendosëm vetëm ne Mitrovicasit. Jemi bashkë dhe është ekipa e qytetit, është ekipa me qytetarët, është ekipa me burrat, gratë, është plan programi, është projekti për qytetin, qytetarët dhe gjithë qytetarët, gjitha lagjet, gjitha ndej, do të vazhdojmë të jemi bashkë për 4 vitet e ardhshme, në secilën ditë, në secilën javë, në secilën muaj, në secilën vit, për ta shkruar periudhën e lavdishme krenare të qytetit tonë, qytetit Mitrovicës. Sonte shprehum falenderimin dhe respektin për secilin qytetar, edhe për ata që nuk na kanë votuar. Të gjithë i respektojmë, gjithë i vlerësojmë, të gjithëve do t'i shërbejmë dhe me gjithë do t'jemi bashkë. Sepse duam t'i përfaqësojmë vlerat e qytetit tonë, qytet i vlerave të mëdha, i sakrificës, i vujtjes, i krenarisë, i përkushtimit, i dedikimit, i respektit, i moralit. Këto vlera janë që na bojnë krenar dhe në këto vlera që ndrën forca dhe vullneti jonë për ta shuar Mitrovicën përpara. Sonte të dashur qytetarë, shpreh falenderimin prej krejt zemrës time me tërë qenjen time. Dhe ju kërkoj që të festoni me dignitet e me respekt, të presim votat e fundit dhe mandej të vazhdojna për kushtimin e angazhimin për fitoren tonë të mëdhe. Faleminderit për kohën, faleminderit për mbështetjen, faleminderit për përkushtimin. Jemi bashkë dhe bashkë do të fitojmë. Shumë faleminderit gjithëve, krenorë me secilin për juve. Jam krenor që jam Mitrovicali. Faleminderit shumë.